Në zemër të një peizazhi të ashpër kodrinor, i rrethuar nga dy lumej dhe me një pamje që shtrihet deri në brigjet e Jonit, qëndron e heshtje qyteti antik i Amantias, një dëshmi e gjallë e qytetërimit i lirë me rrënjë të thella në historinë e Shqipërisë. Rënojat e qytetit antik ndodhen në fshatin Ploç të rrethit të Vlorës, vetëm 34 kilometra nga qyteti i lashtë i Aulonës. Vendodhja strategjike në një kodër mes luginës së Vjosës në verilindje dhe asaj të Shushicës në jug perëndim i jep Amantias një pozicion të veçantë në historinë e qytetërimit i lirë. Sipas të dhënave arkeologjike, Amantia u themelua rreth vitit 350 para Krishtit, ndoshta nga fisi i lirë i Taulantëve. Qyteti ushqua për zhvillimin e tij të shpejt ekonomik, kulturor dhe ushtarak, duke e kthyer në një qendër të rëndësishme të rajonit. Në shekullin e 4 para erës sonë, Amantia ndërohet nga një vend banimi thjesht në një qytet të organizuar me strukturë politike e shoqërore të mirë përcaktuar. Sipas legjendave të përmendur nga autorë si Pausania dhe Likofroni, qyteti u themelua nga abantët që u larguan nga Troja pas shkatërimit të saj, duke vendosur Amantien në një linjë mitike me qytetet e tjera si Oriku dhe Bylisi. Amantia kishte një strukturë mbreslënse urbane me një sipërfaqe prej 15 hektarësh të rrethuar me mure 2200 metra të gjatë, dy porta hyrëse dhe kulla mbrojtëse, si dhe ndërtesa publike të ndërtuara në taraca që pasqyrojnë përshtatjen e qytetit me relievin kodrinor. Monumenti më i mirë i ruajtur është stadiumi me kapacitet prej rreth 4000 vende dhe dimension që tregon zhvillimin urban dhe kulturor të qytetit. Mendohet se daton rreth shekullit të 4 të mesit shekullit 4 para Krishtit. Ka një sër monumentesh të vizitueshme të cilat ndodhen brenda këtij qyteti antik, siç është stadiumi, tempulli i Afërditës, bazilika e qytetit antik të Amantias, fortifikimi i gjithë qytetit antik, po ashtu edhe varet monumentale. Vitet e fundit Amantia ka pasur një interes shumë të veçantë nga vizitorët për të vizituar, por edhe për të vizituar ato monumente të reja që janë zbuluar në këtë qytet antik. Unë nuk do të thosha një numër eksakt të vizitorëve, por do të bëja një krahasim që prej vitit 2020, i cili ka qenë në viti i pandemisë, që prej atij viti ku pati një rënje të konsiderueshme të numrit të vizitorëve, çdo vit pas vitit të 2020, Amantia ka pasur në vazhdimsi një rritje të numrit të vizitorëve, ku ka ndikuar jo vetëm zbulimet e reja arkeologjike të bëra në këtë qytet antik, të cilat kanë ngjallur interesin e vizitorëve për të vizituar Amantien, por edhe rruga, siç themi ne, rruga e lumit të Vlorës, e cila është një infrastrukturë e shtuar për të shkuar në parkun arkeologjik të Amantias, pasi parku arkeologjik i Amantias ndodhet rreth 20 minuta deri në 30 minuta nga qyteti i Vlorës, dhe piku i vizitorëve jo vetëm në Amantia, por në të gjithë objektet e trashëgimisë kulturore që ndodhen në varësi të institucionit tonë, janë 2 muajt korrik gusht, ku ka një rritje më të lartë të fluksit vizitorëve, qofshin ata vizitorë të huaj, por edhe vizitorë shqiptar. Unë do të thosha që në administrimin tonë të drejtorisë rajonale trashëgimisë kulturore janë 3 parqe arkeologjike: parku i Finiqit, Parku arkeologjik i Finiqit, Parku arkeologjik i Orikut dhe Parku arkeologjik i Amantias. Nga rëndësia, të 3 parqet janë shumë të rëndësishme për territorin, jo vetëm të qytetit Vlorës, qarkut Vlorës, për gjithë Shqipërisë, por nga rëndësia e zbulimeve arkeologjike, ne kemi vendosur një fokus të veçantë në parkun arkeologjik të Amantias, pasi do të quajë Amantien më pak të zbuluar, më pak të njohur në raport me 2 parqet e tjera arkeologjike të cilat kemi në administrim. Normalisht që në Amantia çdo vit specialistët e institucionit ton, qofshin specialistët e sektorit të artit, arkitekturës, por edhe arkeologët të sektorit të menaxhimit të parqeve arkeologjike, vazhdimisht hartojnë projekte restaurimi, konservimi dhe gërmimi, të cilat miratohen në Këshillin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale dhe më pas implementohen në teren. Dhe në harkun e 5 viteve, Amantia vazhdimisht na ka surprizuar me zbulimet arkeologjike që janë kryer në atë zonë, ku kryesisht janë varet antike dhe varet monumentale. Pas pushtimit romak në shekullin e parë pas erës sonë, Amantia fillon të humbas gradualisht rëndësinë dhe shkëlqimin e saj
por gjurmët e këtij qytetërimi kanë mbijetuar në përshekuj. Sot vizitorët mund të admirojnë muret rrethuese, nekropolin, tempullin e Afroditës dhe veçanërisht stadiumin, një dëshmi e rrallë e arkitekturës antike ilire. Për të vizituar këtë qytet historik, itinerari më i përshtatshëm është Vlorë, Qishbardh, Drashovic, Kot, Vajz, Ploç. Një udhëtim në Amantje është më shumë se një vizitë arkeologjike, është një kthim në rrënjët e lashta të një qytetërimi që ende flet përmes gurëve të tij të heshtur.